Foundation për Shqipërinë si një nga 8 vendet ndër 137 shtetet botës me progresin më thelbësor në dekadën e fundit në aspektin e qeverisjes dhe në tërësi një vlerësim që neve na thot shumë për të na inkurajuar, por nuk na pengon që të vazhdojmë të këmbgullim në një pikë. Konsolidimi. Konsolidimi i domosdoshëm i gjithçkaje që është në proces. Sepse gjithçka është ende e kthyeshme. Është ende e brisht, është ende vulnerabël dhe për këtë arsye na duhet Bashkimi Evropian. Me çdo kusht dhe me çdo çmim, ne na duhet Bashkimi Evropian. Ne na duhet të hyjmë në atë derë që është hapur sot si një mundësi jo vetëm reale, po aktuale, një derë që është hapur me premisën që deri në fund të 2027-ës ne mund të mbyllim negociatat si një vullnet i dyanshëm dhe një derë që mund të mbyllet nëse ne nuk jemi të shpejt dhe të fokusuar për ta shfrytzuar hapësirën e kohës që kemi në dispozicion. Mund të mbyllet sepse historia e zgjerimit tregon që ajo derë hapet dhe ajo derë mbyllet. Historia e zgjerimit tregon që fatet e vendeve që duan të hyjnë në atë derë dhe të vendeve që janë pas asaj dere jo gjithmonë përputhen. Interesat jo gjithmonë përputhen. Dhe prandaj ne jemi shumë të bindur që ky komision, puna e cilit do të vazhdoj edhe në legjislaturën e ardhshme, që të jemi shumë të qartë, është kyç për të mundësuar jo vetëm hyrjen në atë derë, por dhe qëndrimin aty si një vend me një proces të konsoliduar të garancive të lirisë individuale dhe barazisë para ligjit. Nuk ka liri individuale dhe barazi para ligjit askund tjetër. Përveç se në këtë sistem që kemi zgjedhur dhe për ne askund tjetër përveç se brenda Bashkimit Evropian. Dhe besoj që ne e kemi treguar dhe po e tregojmë për ditë që jemi shumë ambicioz, që nuk na mjafton të bëjmë minimumin, na duhet bëjmë maksimumin dhe ndër shumë shembuj që mund të sjell, po sjell shembullin e prokurimeve publike. Ne jemi vlerësuar më lart nga të gjithë vendet e rajonit, me diferencë nga vendi i dytë për hir të vërtetës në prokurimet publike, nga Sigma. Por në ndërkohë ne po punojmë për të krijuar një model revolucionar të inteligjencës artificiale për prokurimet publike. Në bashkëpunim me Microsoftin dhe me grupin e Mira Muratit, ne jemi duke bërë progres të konsiderueshëm dhe kemi besimin e arsyeshëm që vitin e ardhshëm do të kemi një model të prokurimeve publike pa përfshirjen e njeriut në 95% të procesit, që do të thotë do të kemi një instrument që faktikisht do të çojë korrupsionin dhe mundësinë e korruptimit të proceseve të prokurimit publik drejt zeros, fal inteligjencës artificiale. Për të shkuar më tutje, duhet të kujtoj që komisioni i posaçëm ka qenë rezultat i një ndjenje alarmi. Një ndjenje alarmi të brendshëm përballë
gjithë malit të negociatave dhe përballë sfidës së jashtëzakonshme të koordinimit të një numri të jashtëzakonshëm institucionesh dhe burimesh në funksion të negociatave. Nuk negocion qeveria e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk do antarësoj qeverinë e Shqipërisë. Negocion gjithë shtetet shqiptarë, negociojnë një numër i madh institucionesh të pavarura, agjencish të pavarura dhe nevoja që kjo skuadër kombëtare të jetë e koordinuar është themelore. Ku, si mund të koordinoj të gjitha këto forca në funksion të arritjes të rezultatit? Askush përveç Parlamentit të Shqipërisë. Dhe askund përveç Parlamentin e Shqipërisë nuk mund të gjendet ajo hapësirë ndërveprimi kombëtar në funksion të arritjes së rezultatit të shumë pritur për kombin, për popullin, për vendin tonë. Përpara kujt do përgjigjet cili do nga institucionet që nuk performon si duhet në tryezën e negociatave? Përpara qeverisë nuk është e mundur. Qeveria përgjigjet për veten e vet dhe edhe qeveria shkon jep llogari në parlament nëse nuk është duke përmbushur një objektiv të këtij procesi historik. Atëherë të gjithë duhet i referohen kuvendit. Nga ana tjetër, celebrimi i atyre që kemi arritur është i lehtë, por përmirësimi dhe adresimi i çfarë kemi mësuar në 10 vjet se nuk shkon është i vështirë. Dhe nuk mund të ketë përmirësim të mirë adresuar nëse të gjithë nuk kontribuojnë nga këndvështrimi i tyre për si dhe qysh duhen prekur ligjet dhe si dhe qysh duhet ndërhyrë në ngrehinën që kemi ngritur së bashku, që ajo ngrehin të funksionojë shumë më mirë. Edhe sirena në sfond është kolona zanore më perfekte për këtë që unë po përpiqem të them. Besoj që garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfida dhe e përsëris. Në momentin që ne hym Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm.